dy vëllezër, të cilët ndrojnë të bëhen shkencëtar. Gjatë pushimeve të verës, ata krijojnë në laboratorin e tyre shpikje të reja spektakolare. Nëse ndodh kjo, komandon ti. Pa! Mami thot se komandoj unë me kusht. Çdo ditë i pret nga një aventurë e re. Por ata do të kenë edhe shumë pengesa. Por pengesa më e madhe do të jetë pikërisht motra e tyre e madhe. Nuk është pak sa e pamundur kjo? Ndoshta po. Ej, Ferb! Ju të gjitha unë përthyet mira pa jo. Mos humbisni humor dhe argëtim që do t'ju dhurojnë Fangs dhe Ferb. Çdo ditë, vetëm në Trufa. Dhe tani shkoni agenti për... I dashur Thomas, me sa shoh duhet të jenë shumë vagon për një lokomotiv të vogël si ti. Përse nuk i kërkon një lokomotive tjetër ndihmë, më thua? O, nuk kam nevojë për ndihmë. Mund të arrij që ta bëj vetëm fare këta. Ej, prisni. Qesh sa të duash, Gordon. Ti gjithmonë mendon se unë jam tepër i vogël për të bërë gjëra, por unë kam për të shkuar shumë larg. Unë kam për të parë botën do një ditë. Vetëm prit edhe do ta shohësh. Ja, shiko. Një lokomotive vogël e cila do të shoh botën. Hidh një sy për rreth, Thomas. Kjo është bota jote. Nerdita! Më falë, shoku! A është kjo rruga për në ishullin e Sodorit? Po, por vetëm nëse je një mjet e kurullon.